Falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jalla, salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjëratën e dytë me radhë tek cikli i ligjëratave kapitulli i zakatit në madhhabin Hanefi. Kemi me tek meselja radhës e cila është llojet e pasurive për të cilat obligohet muslimani me dhënë zakat. Dhe normalisht dietarët i kanë dhënë 5 lloje. Dhe ato lloje për të cilat obligohet dhënia e zakatit janë zakati në ari, argjent dhe monedha, pavarësisht nga lloji i tyre. Në dy zakati në kafsh. Normal aty hyn llojet e kafshëve, deve, dele, lop edhe kështu me radhë. Pastaj zakati në malla tregtie, zakati në xheherore dhe pasuritë të fshehura në tokë, zakati pastaj i fundit në bereqetet dhe mirësitë, do thotë toksore. Zakati në ari dhe argjent. Spari ta sqarojmë zakatin në ari. Dhënia e zakatit, do thotë në ari është obligim i përfituar normalisht nga argumentet që i kemi cek në ligjëratat e kaluara apo ligjëratën e parë lidhje me zakatin në përgjithësi. Dhe normalisht dietarët kanë thënë që është obligim, do thotë dhënia e zakatit për ari. Por të bëjë obligim dhënia e zakatit për ari, patjetër duhet me u plotësu, do thotë sasia apo kuota e pasurisë. E cila kuota është së paku 20 mithqal, që në gjuhën tonë përësisht boj 91 gram apo 92 gram ari. Pra për të bërë obligim dhënia e zakatit në stoli ari, atëherë duhet me i pas më së paku 91 gram apo 92 gram ari. Argument thotë se për këtë duhet me dhënë zakat është hadithi i pejgamberit sallallahu, kur pejgamberi Allahut i thotë Aliut radhiyallahu anhu, o Ali, nuk e ke obligim zakatin derisa ti plotësosh 20 mithqal. E kur ti plotësosh 20 mithqal, për ato jep zakat në gjysmë mithqali. Nga kjo nuk kuptohet se personi i cili në pronësinë e tij ka 91 gram ari altan apo ari, thotë dhe ka mrri ky posedim i arit plotësimin e vitit, ky person obligohet me dhënë zakatin 2.5. Nëse nuk plotësohet normalisht nisabi, thotë atëherë nuk obligohet me dhënien e zakatit. Do thotë merr ato 92 gram asaj ka ari edhe shkon te argjentari e pyet sa kushtojnë çdo 92 gram me për shembull 7000. Pastaj llogarit 2.5 dhe jep, do thotë zakat në bare. Zakati në argjent. Gjithashtu edhe për dhënien e zakatit në argjent duhet me plotësu nisabi, i cili është 200 dirham, ndërsa sipas shkollës juridike të mëdhëbet tonë Hanefi, 200 dirham është e barabartë me 700 gram argjent. Dhe kur plotësohet, do thotë kuota dhe plotësohet viti i atij argjenti, atëherë në çdo 700 gram argjent, do thotë jep zakat. Nëse i ki 700, dush me dhënë, nëse i ki 800, 900, pastaj e pjeston me 2.5. Dhe normalisht ka argumentohet me hadithin e pejgamberit sallallahu nga Amr ibn Hazmi, i cili thotë nuk në argjent nuk ka zakat derisa të plotëson 200 dirham. E kur të plotëson 200 dirham, atëherë për të duhet me dhënë zakat 5 dirham. Zakati në pasurinë e cila është përzime, a fjala në stoli, është përzime me ari dhe argjent, edhe për këtë ka zakat. Kanë thonë ulemoja, nëse një pronor zotron një pasuri nga ari dhe një tjetër nga argjenti, e që asnjëra prej tyre nuk e në vete nuk e arrin kuotën e caktuar sipas llojit, atëherë në këtë rast sipas mendimit të Imam Abu Hanifës rahimahullah, ari dhe argjenti përcaktohen si vlerë, e pastaj pas përcaktimit si vlerë për to jepet zakati. Edhe normalisht kjo çështje kuptohet edhe në këtë formë. Për shembull, nëse dikush ka në pronësi 10 mithqal ari dhe një enë nga argjenti, që është më pak se 200 dirham, por vlera së cilës është sa 10 mithqal. Në këtë rast, sipas Imam Abu Hanifës, Allahu i shpëft, personi fjalë obligohet me dhënë zakat. Gjithashtu sipas Imam Abu Hanifës, përcaktimi bëhet duke llogaritur homonimin e tyre, që është në vlerë. Pastaj nëse plotësohet nisabi i njërës prej tyre, do thotë ose artë ose argjentit, duhet me dhënë, do thotë zakat nga se gjendet shkaku për dhënien e zakatit. Andaj Imam Abu Hanifa në këtë rast gjithnjë i jep përparësi, do thotë të varfërit sesa të pasurit.
Kur është fjala për shtimin e nisabit për adhurim, atëherë edhe për të normalisht jepet, do thotë, zakati me përqindje. Zakati në monedhë. Për shembull, përdorimi i karteleve bankare apo i çështjeve bankare në kohën tonë, dietarë musliman thotë kanë hulumtuar, po flas fukahat, juristët kanë hulumtuar hulumtime të detajzuara. Edhe në fund kanë përfunduar që edhe për to ka obligim me dhënë zakat. Dhe nisabi i banknotave, llogaritet e ori dhe argjend, që janë bazë për llogaritin e detyrimit në zakatin që shlyhet në monedha, në banknota apo në letra me vlerë. Do thotë, nëse zotron, do thotë njëri aq para sa i përgjigjet vlerës së nisabit të arit apo argjendit, atëherë personi në fjalë duhet me dhënë zakat. Edhe pse nisabi në ari dhe argjend në kohën e lehtësimit të tyre ishte praktikisht i barabartë në vlerë, në atë kohë po flas. Do thotë marrë parasysh se këta dy artikuj janë të ndryshëm nga koha në kohë. Pra, në rastet kur ekzistojnë diferencime ndërmjet arit dhe argjendit për nisabin e monedhave, merret për bazë çmimi më i ulët. Nga se sipas rregullave të shariatit islam është kur është fjala për interesin e të varfrit dhe të pasurit, i jepet përparësi interesit të varfrit, me vetëm qëllim që të pasurit me ndi afërsi me ta edhe një farë obligimi për ta. Se i përket pasurisë që zotron muslimanin në ari, argjend, monedha, kartmonedha apo letra me vlerë, nëse njëra nga këto në vetvete nuk e përmbush nisabin, por të gjitha nga pak e përmbushin atëherë, në këtë rast prapë muslimani obligohet me dhënë zakat. Zakati në stolinë e femrës apo motrës muslimane. Dietarët thotë kanë mendim unanim për stolitë e femrës, thotë që nëse nuk janë prej arit dhe argjenti, siç janë për shembull ingjit të nësë që thojnë, stolitë e tjera përgjithshme, cilat nxirren zakonisht nga deti, nuk ka zakat për to. Se i përket stolive të femrave që janë prej ari, argjenti, dietarët e mbetëve tonë Hanefi, janë të mendimit se për to duhet me dhënë zakat çdo vit, nëse plotësohet nisabi i caktuar. Dhe normalisht këtë mendim ulemaja e mbështesin në gjithë përfshirjen e shumicës e hadithe që flasin për obligueshmërinë e zakatit. Pra motra muslimane që ka ari 92 gram apo 91 gram, çdo vjet e jep zakatin. Normal kur ta plotësojë nisabin. Se të na u kesh kuptuar kanë thonë njerëzit, e kum vonë herë zakatin për ari apo argjend edhe mos jap zakat. Jo, por çdo vjet duhet me dhënë zakat, kuptohet nëse arrihet nisabi i caktuar edhe koha e caktuar. Në një hadith e Abu Davudit transmeton se një gru ka ardhur te pejgamberi, e cila me vete ka pasur edhe vajzën e saj. Vajza e kësaj gruaje kishte pasur në dorë 2 zinxhir të trash. Dhe këta zinxhir kishin qenë të shtrejt në çmim dhe kanë qenë prej ari. Pejgamberi thotë pa këtë vajzë me këtë zinxhir dhe i ran sy dhe tha: "A jep zakatin e kësaj?" Ajo tha: "Jo." Sa të qoftë lehtë sepse Allahu këto dy do t'i shndrojnë në zinxhir prej zonave të xhenemit në gjykimin. Kjo vajzë nga frika i hoqin nga dora dhe i lëshoi pejgamberin para duarve të tij. Dhe tha: "Këta zinxhire të jam, do thotë për Allahun azza wa jalla pejgamberin dhe i dha sadaka." Do thotë edhe pse ka qenë vajzë e re, e ka diçka xhenemi, e ka kuptuar se çka tu fol pejgamberi. Dhe normalisht, përkundër që kanë pas vlerë të madhe ata dy zinxhir nga ari të trash, ajo më njëherë, do thotë pa u hamen fare, i ka largu ka dy zinxhir nga dora dhe nga qafa e saj. Dhe nga kjo në kuptohet se femra, motra muslimane, që ka ari apo argjend, do thotë dhe i përdor për stoli, e ka obligim me dhënë zakatin, do thotë kuotën e sasinë e duhur. Disa dietarë kanë thonë që nëse ka ndonjë zinxhir që e bën zakonisht shpesh, edhe hallk, këto mundet me i përjashtu nga dhënia e zakatit. E disa për tyre kanë thonë më mirë, çka ka, i matë sajon, edhe jep zakat më sigurt për ta. Andaj, do thotë jepet zakati për ari dhe për stolit, do thotë për femrën muslimane. Gjithashtu, nëse dikush ka, do thotë, enë prej ari shtëpi, do thotë edhe pse përdorimi i tyre është i ndaluar sipas shariatit, megjithatë obligohet nëse ka dikush, do thotë, enë nga ari, edhe për to me dhënë, do thotë zakat. Zakatin e kafsh. Edhe kafshët konsiderohen pasuri
normalisht ka dilemë se ta për to jepet zakati. Pra në dhënien e zakatit të kafshëve ekzistojnë shumë hadithe, më i njohuri për tyre është hadithi e Abu Bekrit, që përshkruan sasinë e dhënies së zakatit të deveve. Dhe hadithi i Muadhit, i cili përshkruan zakatin, do të dhënien e zakatit të lopëve. Dietarët muslimanë për dhënien e zakatit të kafshëve i kanë kushzuar disa arsye. Arsyeja e parë, kafsha për të cilët jepet zakati duhet të jetë kafshë shtëpiake, pra të mos jetë kafshë egër. Sipas dietarëve të shkollës tonë juridike, me dhëbet unë Hanefi, nëse kafsha që kemi në pronësi është e lindur nga nëna që është shtëpiake, për to ka obligim zakat. Sepse te kafshët fëmia ndëlidhet zakonisht me nënën e vet. Gjithashtu kafsha të jetë saime, do thotë ajo kafshë e cila ka lënë në kollota 6 muaj më shumë. Në këtë kategori përfshihen kafshët të cilat nuk janë të përcaktuara për tregti, nga se kafsha përcaktuar për tregti nuk ka nevojë të plotësojë këtë kusht. Në tret të plotësohet nisabi i kafshëve, i cili është i ndryshëm varësisht nga lloji i kafshëve që posedon muslimani të shtëpia vet apo të shtalla vet, e lopëve apo kafshë. Në 4 kafshë të plotësojë vitin hënor në pronësinë e pronarit, sepse plotësimi i vitit është kusht. Edhe këto e mësojmë nga hadithi i Ibn Omerit, ku ka thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka zakat në pasuri pa plotësuar vitin, një vit qëndrimi. Nën 5 për kafshët të cilat ruhen për ta ashtu llojin e tyre, qofshin kafshë për transport, qofshin kafshë për ngarkesë, bardhje, do thot apo për lavrim, për to do thot kanë thonë ulemaja që nuk ka zakat. Dhe llojet e kafshëve, pas të cilat fetarisht e kemi obligim me dhënë zakat janë 5, apo janë këto: devet, pastaj lopt, përfshirë edhe bullicët, dhënt edhe dhit. Edhe normalisht do të flasim për secilin prej tyre, do thot në veçanti për ta treguar se sa duhet mi pas lop, sa deve, sa dhi, sa vëm, sa bullica, që për to me u bë obligim zakati. Se i përket lopëve, që zakonisht te na përdoren lop më shumë zakonisht, argument për obligashmërinë e dhënies së zakatit për lop është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur e dërgoi Muadhin në Yemen. Dhe urdhëroi që për çdo 30 lop të marrë zakat nga një veç një vjeçar, kurse për çdo 40 lop të marrë zakat nga një veç që ka mbushur 2 vjet. Për shembull, njëri i cili ka 30 lop, edhe ato lop as se ka prerë ndonjë, as nuk i ka ngor ndonjë lop, nuk i ka vdek. Edhe çdo 30 lop, pi fillim vitit deri në fund vitit i ka çato 30. Atëherë kur i vjen viti, plotësohet viti, do thotë duhet pi 30 lopëve me nxjerr një vjeçar. Ndërsa i ka 40 një vjet, do thotë një vjet që i ka mbush 2 vjet. Gjithashtu, hadithën e fjalës është argument edhe për nisabin e lopëve. Edhe normalisht në këtë kategori të lopëve bojnë pjesët e bullicët, edhe pse bullicët normalisht ju largu apo ju hep nga përdorimi në mesin e muslimanëve po flas në vendin tonë, edhe pse ka pak prej tyre. Pra, prej 30 lopëve deri në 39 lopë apo në kollap apo bullica jepet zakat një vjeçar. Nga 40 lopë deri në 59 lopë apo bullica jepet zakat një mushir, do thot apo një vjet që ka mbush 2 vjet. Nga 60 lopë deri në 79 lopë apo bullica jepet një mushir apo një vjet që ka mbush 2 vjet dhe një vjet që ka mbush 1 vjet. Po në këtë rast jepën 2. Ose një mushir ose jepën 2 vjeça. Njëri që ka mbush 2 vjet e njëri vjet që ka mbush 1 vjet. Nga 80 lopë deri 89 lopë apo bullica jepen zakat 2 mushira, apo jepen zakat, do thot 2 vjeça që kanë mbush nga 2 vjet. Nga 90 lopë deri 99 lopë jepen zakat 3 vjeça që kanë mbush nga 1 vjet. Do të ta vjeça jep fukaras, atij që ka nevojë. Dhe nga 100 lopë ose bullica jepen 2 vjeça që kanë mbush nga 1 vjet dhe 1 vjet që kanë mbushur 2 vjet. Do thot gjithsej 3 vjeça. Normalisht duke vepruar sipas hadithit të Muadhit, e mësojmë rregullin se në çdo 30 lopë jepet zakat nga 1 vjet që ka mbushur 1 vjet, kurse në çdo 40 jepet zakat nga një mushtir apo vjet që ka mbushur 2 vjet. Kjo është rregull, do thotë që zakonisht praktikohet për dhënien e zakatit të lopëve apo bullicave. Sipas mendimit të nxënësve të Abu Hanifës, në këtë rast Imam Abu Yusufi dhe Imam Muhamedi Allahu i mëshiroft jepet edhe fatvaja në shkollën e mezhebit tonë Hanefi për të prisë prej 40 lopëve derisa plotësohen 60. Edhe për këtë sasi lopësh nuk jepet asgjë për zakat, por kur të plotësohet ky numër, atëherë jepet zakat një mushir ose një vjet që ka mbushur 2 vjet. Pastaj zakati në kuaj, mushka dhe gomar, që janë pravësisht
me lopët apo me bollicët. Nëse kuajt që i ka njeri, mushkat apo gomarët, i ka për tregti, atëherë edhe këto kafshë radhiten për mallrat, në mallrat e tregtisë dhe jepet zakat. Imam Abu Hanifa rahimullah është i mendimit se për këto kafshë që kullosin të lira, që në sharia quhen saime, do thotë dhe të përzira meshkuj dhe femra, ose vetëm femra, dhe ruhen ato për shtimin e tyre. Pronari i tyre ka obligim me dhënë zakat për to. Andaj pronari i tyre në këtë rast ka drejt me zgjedh. Nëse dëshiron për çdo kali me dhënë zakat nga 1 dinar, e nëse jo atëherë shndron në vlerë dhe për çdo 200 dirhem jep zakat 5 dirhem të ngjashëm sikurse zakatin e mallrat e këtij. Argument, do thotë ky mendim mbështetet në argument që transmeton Xhabiri radhiyallahu anhu, i cili ka thonë për çdo kali që ushqet në kullota jepet 1 dinar ose 10 dirhem. Kështu ka transmetuar Imam Bejakiu. Normalisht nxënësit këtë rast, Imam Abu Hanifa rahimahullah, Imam Muhamedi dhe Abu Yusufi, Allahu e mëshiroft, thonë se për kuaj, gomar dhe mushka realisht nuk ka zakat fare. Vetë se ka zakat kur ato janë mallra tregtije. Andaj fetvaja në mëdhëmin tonë Hanefi qëndron se do thotë çish ka thonë ta dy imam. Kjo është më afër vërtetës ka thonë dietarët në mëdhëmin tonë Hanefi, se nëse njëri ka kuaj të shtëpia, edhe këta i përdor për veti, pavarësisht sa i ka, do thotë nuk bën me ta tregti, atë nuk ka zakat për ta, qof kuaj, qof mushka, qof gomar. Nëse i përdor për tregti, atë në këtë rast jep zakat për ta. Pastaj nisabi i zakatit në kafsha të imta, kafsha të mëdha llogaritën devet, delet. Ndërsa kafsha të imta, delet dhe dhi, do thotë janë kafshë të imta në terminologjinë islame. Zakatin e kafshë të imta normalisht tham përfshin edhe devet edhe dhit. Dhe argument për obligueshmërinë e zakatit në dele është hadithi i Enesit, do thotë që për shkresën e Abu Bekrit ku thotë në zakatin e dhëmbëve të cilat kullosin, do thotë nëse janë 40 deri në 120 jepet një dele, do thotë zakat. Dhe nëse nisabi i deleve është prej 40 dele, kush i ka 40, 39 s'ka zakat. 40 dele deri në 120 dele e ka obligim muslimani me dhon zakat një dele. Prej 121 dele deri 200 dele jepen zakat 2 dele. Prej 201 dele deri 399 3 dele. Prej 400 deri 499 jepen 4 dele, e pastaj për çdo del, për çdo 100 dele, do thotë mbi numrin 499 shtohet një dele tjetër sadaka. Në këtë kategori zakati normalisht përfshin edhe dhit, se ato janë kafshë të imta si delet. Nëse bagtia është e përzime, ka edhe dhën, ka edhe dhi, atëherë zakati jepet për aty lloje që janë më shumë. Nëse janë të barabartë me numër, zakati jepet sipas dëshirës. Për shembull, i ka 120, ama i ka 50 dele edhe 70 dhi. Zakati jepet dhi jepet, një dhi. Nëse i ka 60 dele, 60 dhi, nëse ka qef me dhon dele, se të ka e jep, më thot zakat. Nëse të ka qef me dhon dhi, zakat e jep dhije. Andaj, nëse bagtia thamë është e përzime, edhe normalisht jepet numri kanon, nëse janë barabarta sipas dëshirës. Nëse nuk plotësohet nisabi, fjala vjen, për shembull, i ka 39 dele. Këtë rast nuk ka zakat, me përjashtim, nëse personi me fjalë, pronari volontarisht e jep një dele apo një dhi, do thot sadaka. Dhe dhia dhe delja, zakat, dhe dhia dhe delja, e cila jepet për zakat, pa tjetër, kanë thonë ulemaja duhet me imbush, do thot një vjet. Kafshët që i merr grumbulluesi zakatit, për shembull, institucioni përgjegjës fetar, prisi shtetëror që merret me mbledhjen e grumbullimit pasurisë zakatit, për shembull angazhon njerëz për të dalë në terren dhe për me tubu zakatin e muslimanëve. Sipas mendimit të dietarëve të mëdhëve Hanefi, njerëzit e angazhuar në terren për tubimin e zakatit duhet me qenë drejt, sinqert, me lutut Zotit dhe me qenën për atyre që i njohin rregullat e zakatit. Dhe tubuesit e zakatit nuk kanë drejt me marr zakat kafshët më të mira, sepse dëmtohet pronari i kafshë, vetëm nëse këto pronari i kafshë thotë që çto e ka më të mirë çto merre. Gjithashtu nuk kanë të drejtë të marrin më të dobtën e kafshëve, nga se me këtë çka dëmtojnë interesin e të varfër fukarave. Tubuesit e zakatit nuk kanë të drejtë me marr as kafshën e cila ka të voglën e saj që është duke pirë shumë nga nëna e vet, e as kafshën e cila është stazane, e cila ka të voglën e saj në barkun e saj. Tubuesit e zakatit nuk guxojnë me marr zakat, do thotë të devet nga gjinia mashkullore, por vetëm femra, sepse kjo është çështje e caktuar tekstualisht përmes haditheve të pejgamberit.
Ata kanë të drejtë të pranojnë edhe kundër vlerën e tyre, kurse te kafshët e tjera mund të marrin zakat si të ndojnë, ose gjini femrore, ose do thotë vetë edhe ato mashkullore. Pengesa e zakatit në vlerë. Dietarët e mëdhëve të Hanefi duke u nis nga parimi i tyre se obligim për zakat është dhënia një pjesë të pasurisë duke filluar nga nisabi, pavarësisht se kjo bëhet në aspektin formal apo kuptimor. Nga kjo nuk kuptohet se pronari i mallit ka drejtë ta japë zakatin duke nxjerrë një pjesë nga thelbi i mallit, por ka drejtë edhe me dhënë zakatin, do thotë edhe në vlerën e atij malli që ka. Ky parim vlen edhe për prodhimet e tokës, për të cilat jepet 1/10, ose zakati për tokën, për të cilën paguhet tatimi për kokë banori, ose për shembull sadakatul fitrin në kafaret me përjashtim të limit të robit dhe kurbanit. Kur është fjala për zakatin e kafshëve, dietarët e mëdhenj tonë Hanefi theksojnë se vlera e zakatit llogaritet në ditën e dhënies së zakatit, e jo në ditën e obligueshmërisë. Kurse vlerësimi bëhet sipas vendit ku gjendet do të thotë pasuria në fjalë. Për shembull, nëse është në gurbet, edhe do më dhon zakatin në vlerë, aty malli që e pa, nëse është në gurbet, edhe llogarit me çmimin e na, edhe do më dhon gurbet nuk pranohet. Duhet me llogarit me çmimin, ani pse është i lartë. Ose për shembull te vitrat, është në Zvicër edhe tash do më dhon vitra sikur te na. Te na është më amuan atë dero. Ajo që është më vogla pas më frank. Atë nuk pranohet vitra, po i bë sipas vendit apo vendet ku gjendet pasuria në fjalë. Pra, sipas dietarëve mëdhëve të Hanefi, dhënia e vlerës për zakat është ngjashme sikur se dhënia e një pjesë të nisabit, sepse edhe ajo konsiderohet pasuri. Ktu qëndron edhe përparësia se është më lehtë për personin që jep zakat, e ndoshta është edhe më, do thotë më efektive për të varur frym, sepse ai këtë pasuri të marrë si zakat mund ta shfrytëzojë për nevojat e tij parësore. Dhe normalisht dietarët kanë thonë që ky mendim, do thotë i mëdhëve tonë Hanefi është shumë i përshtatshëm dhe shumë më efikas në kohën e sotme, veçanërisht kur ekzistojnë institucione që do thotë mbledhin dhe të bojnë dhe vlerësojnë zakatin, siç është në institucioni i Bashkisë Islame, do thotë edhe medresesë. Zakati në mall dhe tregtie. Normalisht mall dhe tregtia konsiderohet ajo pasuri që është përgatitur për të bërë tregti. Dhe normalisht sipas dietarëve në mall tregtie nuk bëjnë pjesë ari dhe argjendi, por bëjnë pjesë do thotë pasuritë e tjera. Dhe dhënia e zakatit në mall dhe sipas mendimit të dietarëve vetë tani duhet të plotësojë këto kushte. Kushti i parë është që vlera e pasurisë për tregti të arrijë nisabin e caktuar të ardha apo argjendit. Nëse nuk e arrin nisabin e ndonjëri prej tyre, atë llogaritet me atë tjetrit. Dhe vlera atyre llogaritet me çmimin e kuotës së arit dhe argjendit në vendin që gjendet pasuria. Kushti i dytë, pa qëtër me kalu një vit, prej ditës në të cilën është bërë pronë e pronarit me qëllim tregtire, ajo pasuri duhet mi plotësuar një vjet. Në 3, momenti kur pronari e blen atë pasuri, kur zgjohet që pronari ta ketë bler me një tregtie. Në rastet kur personi ka bler një mall, por jo me një tregtie, dhe më pas vendos që ajo pasuri të jetë pasuri tregtie, konsiderimi i vlerës së saj për zakat llogaritet nga dita kur ka vendosur që ajo pasuri të mos jetë pasuri e rëndom, por të jetë pasuri biznesi të tregtie. Dhe tregtari për dhënien e pasurisë, do thotë duhet me llogarit kanë thonë lemaja, do thotë fitimin, pastaj rezervat, pastaj të hollat në përgjithësi dhe për të gjitha këto kuti të boje, duhet me dhënë zakati për 5, edhe një herë. Me llogarit kapitalin që ka, fitimin që ka, rezervat që ka, pastaj këto të holla në përgjithësi i qet në kalem sa parë pibojnë, edhe pastaj për to jep zakat 2.5%. Dhe çmimi i llogaritës për dhënien e zakatit duhet më bëu momentin e obligueshmërisë së dhënies së zakatit, edhe jo në momentin do thotë e blerjes së pasurisë në fjalë. Por këto rregulla i kanë cekur moja që njerëzit do thotë i kuptojnë këto çështje do thotë mirë edhe drejt. Me kaq përfundojmë, pastaj inshallah vazhdojmë me gjërat e ardhshme për do thotë zakatin në borxh, do të cekim edhe llojet e borxheve, pastaj zakati do thotë në xeher në tek xeher dhe pasuritë e fshirë në tokë, bereqetet do thotë toksore, edhe çështje të tjera do thotë që zakonisht kanë të me çështjen e zakatit. Dhe takimin e ardhshëm, Allah na mëson dhe na bëf për atyre që i kuptojnë dhe këto çështje, na mëson Zoti që do thotë në pas pasuri edhe me shiu do thotë dhënien e zakatit kryen e këtij obligimi madhon në Islam, që është do thotë kushti i tretë apo që është do thotë shtylla e tetë e Islamit pas shahadetit edhe pas faljes së namazit. Zoti e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.